Gjykata në qytetin Nara shpalli fajtor një 45 vjeçar për vrasjen e ish kryeministrit japonez Shinzo Abe, duke u dënuar atë me burgim të përjetshëm. Vendimi u dha të mërkurën në më shumë se 3 vjet pas atentatit që tronditi thellë Japoninë dhe solli pasoja të gjëra politike e shoqërore. Yamagami u përball me disa akuza për fshirë vrasjen dhe shkeljen e ligjit për kontrollin e armëve pasi përdori një armë të prodhuar artizanale për të qelluar për vdekje Abe, ndërsa ky i fundit mbati një fjalim në një tubim zgjedhor në korrik të vitit 2022. Në nisje të procesit gjyqësor në tetor të vitit të kaluar, i pandehur i pranoi autorsinë e vrasjes, por mohoi një pjesë të akuzave të tjera. Megjithatë, gjykimi vijoi sipas procedurave të sistemit ligjor japonez. Prokurorët kërkuan dënim të përjetshëm duke e cilësuar krimin si akt të paprecedent në historinë e pasluftës së Japonisë, me pasoja të jashtëzakonisht serioze për shoqërinë dhe stabilitetin politik të vendit. Sipas ligjit japonez, burgimi i përjetshëm parashikohet teorikisht mundësinë e lirimit me kush, por në praktikë shumica të dënuarve vuajnë dënimin deri në fund të jetës. Vrasja e ish kryeministrit Shinzo Abe solli një tronditje të fortë në Japoni, vendi i njohur për ligjet tepër të rrepta mbi kontrollin e armëve. Ngjarja nxiti gjithashtu një rishikim të gjerë të sigurisë së figurave publike dhe debati mbi lidhjet e dyshuara mes politikave konservatore dhe kishës së unifikimit, një organizatë fetare e përfshirë me polemika të shumta.